Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Muddathir. Ajetet nga 32 deri te ajeti 37. Kella wal qamar wal lejli idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihda al kubar nadhiran lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kurse si betohem për hënën, për natën që largohet e për agimin që zbardhëllon, sa i xhehenemi është vërtet një nga fatkeqësitë më të mëdha, paralajmërim për njerëzit, për ata nga ju që dëshirojnë të ecin përpara me vepra të mira ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqija. Komentimi. Në vazhdim të bisedës me mohuesit e profecisë së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe të ringjalljes, në këto ajete do të flasim për betime të shumta për theksimin e çështjeve të kiametit, të ringjalljes, të xhehenemit dhe ndëshkimit në atë botë. Ajeti 32 thotë se nuk është kështu siç pretendojnë ata, Allahu betohet për hënën, kurse si betohen për hënën. Fjala kella është lidhës mohuese dhe përdoret për mohimin e një thënie që biseduesi ka përmendur më përpara, ndonjëherë përdoret edhe për mohim të thënies vijuese. Në këtë rast, sipas dëshmisë së ajeteve të kaluara, mohon mendimin e idhujtarëve të cilët ishin mohues të xhehenemit dhe të dënimit në të dhe talleshin me numrin e engjëjve përgjegjës të zjarrit të xhehenemit. Betimi për hënën bëhet sepse hëna është një prej shenjave të mëdha hyjnore, sipër nga pikpamja e krijimit, e rrotullimit të rregullt dhe e dritës së bukurisë, ashtu edhe për ndryshimet graduale që pëson. Ajo është një kalendar i gjallë për përcaktimin e ditëve. Më pas ajeti vazhdon betimin për natën që largohet e për agimin që zbardhëllon. Në realitet këto tre betime janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe plotësuese të njëra tjetrës, sepse e dim se hëna shfaqet gjatë natës dhe drita e saj zbehet gjatë ditës, sepse mbulohet nga drita e diellit, por kjo nuk përbën asnjë rëndësi. Nata sjell qetësi dhe është koha e lutjes dhe ngashërimit të dashurve të Allahut. Nata tërhiqet në pritje të mëngjesit, të agimit dhe të lindjes së diellit. Lindja e diellit është momenti më i bukur dhe më tërheqës, ai sjell gëzim dhe lumturi në zemrën e çdo njeriu. Këto betime janë tre llojesh dhe kanë një përshtatshmëri me dritën e udhëzimit të Kuranit, flakin tutje errësirat e politeizmit, të idhujtarisë dhe zbardhin monoteizmin, agimin e ditës së re. Pasi tregon se këto betime janë tre llojesh, përmend shkakun pse kryhet betimi, sa i xhehenemi është vërtet një nga fatkeqësitë më të mëdha. Padyshim që ngjarjet e frikshme dhe trishtuese të kiametit, të xhehenemit dhe të engjëjve të dënimit janë prej çështjeve të rëndësishme. Për emrit të innaha ose ka të bëjë me sekar, xhehenemin, ose me xhunudun, pra me ushtrinë e Allahut, ose me tërësinë e ngjarjeve të kiametit, gjithsesi madhështia e saj është e qartë. Më pas shton paralajmërim për njerëzit, paralajmëron dhe informon të gjithë për dënimin e frikshëm që i pret mëkatarët, politeistët dhe armiqt e të vërtetës. Në fund, për ta theksuar më shumë çështjen, ajeti 37 thotë: për ata nga ju që dëshirojnë të ecin përpara me vepra të mira ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqija. Çdo kush që ecën përpara me vepra të mira ka zgjedhur për vete lumturinë dhe çdo kush që kthehet mbrapsht me vepra të këqija ka zgjedhur për vete fatkeqësinë dhe mjerimin. Disa komentues kanë pohuar se me këtë ajet ose synohet përparësia e shpirtit njerëzor dhe përsosmëria e tij, ose synohet devijimi dhe kthimi mbrapsht i tij. Kuptimi i parë dhe i tretë duken më të përshtatshëm, kurse komentimi i dytë nuk përputhet dhe aq shumë.